Partnerja e këngëtarit dhe ish-banorit të Big Brother VIP Albania, Endrik Beba, ka ndarë me publikun një lajm jashtëzakonisht të dhimbshëm. Klea ka bërë të ditur humbjen e foshnjës që ata po prisnin, një tragjedi që ka tronditur ndjekësit dhe komunitetin online. Të dy, tashmë prindër të një fëmije, kishin zgjedhur ta mbanin këtë shtatzëni të dytë larg syrit të publikut, duke e shijuar në heshtje dhe privatësi pritjen e ëmbël. Ata nuk ishin bërë asnjë njoftim më herët, duke e ruajtur këtë kapitull të ri të jetës vetëm për vete dhe familjen e ngushtë. Fatkeqësisht, ky sekret u zbulua vetëm në momentin më të rënd, kur Klea vendosi të ndajë dhimbjen e saj të madhe me të gjithë. Ajo postoi në Instagram një seri fotosh prekse nga periudha e shtatzënisë, duke përfshirë Ekon dhe barkun e rrumbullakosur, që deri tani nuk i kishin ndarë në askënd. Dedikimi i saj: Heaven holds you now, but my heart holds you forever. Parajsa të mban ty tani, por zemra ime do të të mbaj për gjithmonë, ka prekur thellë këdo që e ka lexuar. Fjalët e saj të thjeshta por për plot shpirt shfaqën një grua që kërkon fort për t'u ngritur, ndërsa të njëjtën kohë i jep nder kujtimit të një jete të vogël që nuk arriti të vijë në këtë botë. Ky moment i sinqert dhe i guximshëm e ktheu dhimbjen e tyre personale në një rrëfim që shumë njerëz e ndjen pranë zemrës. Reagimet nuk kanë munguar. Mik, ndjekës dhe figura të njohura të ekranit e muzikës kanë shprehur solidaritetin e tyre me çiftin, duke i dërguar fjalë ngushëllimi dhe mbështetjeje. Komentet e tyre kanë qenë një përqafim virtual për Kleën dhe Endrikun, të cilët po kalojnë një periudhë jashtëzakonisht të vështirë. Në mesin e shumë mesazheve ngushëlluese, ka rënë në sy edhe reagimi i moderatorit të njohur Ledion Liço, i cili ka dërguar ngushëllimet e tij më të sinqerta drejt çiftit. Ai është shprehur se ndan dhimbjen e tyre dhe u ka uruar forcë e qetësi për të përballuar këtë moment kaq të rënd, duke shtuar se e gjithë dashuria e publikut është me ta.